Gjemati dashur, shumë here kur kemi brega, mërzi, telashe, gajle, nuk dim kujt i drejtohemi. Dhe ashtu njerëzit smuhen atë sa i rok panika dhe smundjet, marrin smundjet psiqike, dikush edhe merr smundjen e sheqerit. E dikush edhe prej stresit shkatërrohet. Kjo tregon se nuk kam mbështetje dhe kurse ai pa mbështetje në dikujt, ashtu ngjelet dhe i shohin njerëzit të vjen keq pse ky ashtu ka mbetur. Pastaj kur i shohin këta njerëzit kështu, e kupton se këta nuk kanë mbrojtje nga Allahu, nuk kanë mbështetje në Allahu, nuk kanë bindje tek Allahu. E sa herë ndodhin këta njerëzit që kanë aq brega dhe mërzi dhe nuk din kujt i drejtohen, shkojnë tek hoxha me e fry. E duke menduar se i kanë bërë sehira, apo mendon se aq i ka met me rap dikujt për të, kish marrë mësysh. Nuk është ashtu. Në pjesën dërmuese të njerëzve që nuk janë në iman, besim dhe mbështetje në Allahun, doll kjo. E i hoxha i shkreti çka t'i bëj ati, nëse ai ka probleme tjera personale, apo familjare, apo financiare, po çka t'i bëj hoxha për post t'i lexoje Kur'an. E që shumica njerëzve shkojnë dhe tek shehi, duke menduar se shehi ja zgjen zgjidhjen, ja kupton dashti nëse ai nuk i ka mjaftuar atij hoxha i ka lexuar me Kur'an, kupton çfarë imani dhe besimi ka dhe qysh të mbështet në Allahun, shkon tek shehi, e hoxha kur nuk mundi ta shëroje me Kur'an, a thua shehi do ta shëroje me hajmali. Prandaj këta njerëz të kësaj kategorie shkatrohen në dynja. Por përse e gjithë kjo? Përse ashtu pëndodh? Përse njerëzit as kanë rënë në gaflet dhe se ata nuk din kujt i orientohen, pas atyre gjitha telashve, mërzie, gajle, shkojnë te hoxha apo te shehi. Po më mirë shkojnë te psikologu. Psikologu të qetëson. Dështë ki nevojë diçka ta shpreh tek ai, e ai ta shef ty si e ke gjendjen dhe t'jep disa barna që të qetësohesh. Por ne do të shkojmë në esencën e kësaj. Përse të bëhesh për hoxh, për psikolog, për çka? A nuk të mjafton ty Allah? A nuk e din që ti duhesh të mbështetës Allahut? Përse ti nuk drejtohesh Allahut drejt për drejt? Pse te hoxha, te shehi, te psikologi, te ai? A nuk tha Allahu Gjellëshanu në Kur'an, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawakkal ala Allah, wa kafa billahi wakila. Dhe mbështetju tek Allahu, mjafton Allahu mbështetës për ty. Kur i tha Resulullahu, profeti Allahut, me shumë probleme, me shumë telashe, me shumë gjëra që kishte, ne kemi Resulullahun model dhe ne duhet të shkojmë në atë që Resulullahu ka hecë. Prandaj, muslimanët, besimtarët, ata e morën Resulullahun për shembull. Ata kur kishin probleme, e problemet e tyre nuk ishin të pakta si kur ne tani që i kemi.
Ata ndonjëherë kishin probleme edhe në front, në luftë, duke i dhënë atyre informata të ligë, të dobta, e të shtuesa, duke i gënyer, mashtruar të tjerë, duke i thënë, ata njerëzit do t'ju luftojnë juve. Muslimanët nuk u dorëzuan, por thanë, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ata thanë, neve na mjafton Allahu dhe ai është mbështetës më i mirë. Kaq. Besimtarët e kanë kaq. Kur besimtarët e thanë këtë fjalë, Allahu me të vërtetë ju ndihmoi. Nuk u dorëzuan. E ne sot I kemi disa gajle në shtëpi, dështë e ki gajlen për ndonjë risk. Asë është Allahu në gjendje me të ndihmu për risk, e ki ndonjë gajle për familjar, apo shërim, a nuk është Allahu ai që I merë shkacet dhe sebebim të ndihmon, por ti e ke humbur orientimin dhe nuk po din kujt I drejtohesh, pra ndaj ti e stresu dhe je smu e shkatru, nga se ende nuk e gjithë rrugën drejt Allahut. Ky është problemi.